Gjahiljeti është ajo çka e përmend Kur'ani dhe Suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam, që njeriu duhet të kundërshtoj rrugën e ignorancës. E para çka është për qëllim el-jahiliya? El-jahiliya është për qëllim kulturat e popujve para ardhjes së Islamit. Çdo kulturë që përfshin bindjet, veprat, adhurimet, që nuk përkojnë me natyrshmërinë e njeriut dhe me synimet të mëdha të kësaj feje, ajo është për qëllim el-jahiliya. Ai që nuk e njeh jahiljetin, ai nuk e ka njoft mirësinë e Islamit. Men lem ya'rif el-jahiliya, pra kush nuk e njeh errësinë e ignorancës, dëmet e ignorancës, ai nuk e ka njohur dritën e Islamit. Ka ardhur kjo fe që të na nxjerr nga ignoranca në rrugën e udhëzimit, në jetën e lumtur. Dhe ne çdo rrugë, qoftë vepër, qoftë fjalë, qoftë bindje, që bie ndesh me udhëzimet e Kur'anit dhe që është vepër el-jahiliya, ne distancohemi prej saj. Cilat janë ato vepra që Islami i konsideron el-jahiliya, që ne duhet të shrënjosim dhe të distancohemi nga këto vepra? E para është e shirku billah, idhujtaria. Kjo është traditë e ehlul jahiliya, e banorëve të Mekkës, atë botë që kanë qenë një ignorancë, kanë adhuruar dikë tjetër përveç Allahut. Kanë besuar se Allahu është ai i cili furnizon, kanë besuar se Allahu është ai i cili ka krijuar, por kanë marrë ndërmjetësues për të Allahu drun, idhuj, varë të caktuar. Dhe kjo është ash-shirku billah, dhe ka ardhur Islami që ta ngrit vetdijen e njeriu dhe të pastroj njeriu nga kjo lloj rruge e errët dhe ka thirrur tauhid, besim të drejtë. Çështja e dytë, nga veprat e jahiliya, pra është kur vdesin njerëzit që lidhet po ashtu me shirkun e madh, i shenjtrojnë varret e tyre. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka qartësuar se kjo është rruga e ignorancës dhe ka thënë: La'natullahi ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mallkimi i Allahut qoftë mbi kristianët dhe çifutët, të cilët varret e pejgamberëve i kanë marrë vend adhurimi. Pra kjo është rrugë e jahiljetit. Dhe rruga e pastër e Islamit është i varrosim njerëz të mirë, bëjmë dua për ta, dhe varri i tyre është tamam sikur i njeriu të më të thjeshtë mesin e muslimanëve. Kjo është nga mirësitë e kësaj feje. Pjesë e jahiljetit është me marrë për gjykues diç tjetër për çështjet e besimit, për çështjet e ibadetit, për çështjet e jetës, për problematikat që na shfaqen gjatë jetës, me marrë për gjykues, ligjvënës, dikë tjetër përveç Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çdo ideologji, çdo sistem që njeriu zgjedh dhe e merr për gjykues dhe anashkalon librin e Allahut, kjo është traditë e ignorancës. Saqë Allahu azza wa jall ka thënë: afa hukmel jahiliyyati yabghun. A dëshirojnë njerëzit që të marrin rrugën e jahiljetit, e ignorancës, që të marrin gjykues dhe të gjykojnë me diçka tjetër, jo me Allahun dhe të dërguarin e tij? Wa man ahsanu min Allahi
hukmen li qaumin yuqinun. E a ka vendime më të drejta, a ka gjykime më të sakta, më të bukura, se sa ligjet, se sa udhëzimet e Allahut. Pra, këto janë argumente për popullin që ka logjik dhe janë të bindur. Të dashur besimtar, nga veprat e gjahiljetit, e ignorancës është mirësitë e Allahut të mos jemi falendërues ndaj Allahut për mirësitë që ne ka dhënë Allahu. Kështu kanë qenë njerëz të ignorancës, gjithatë mirat që i ka begatuar Allahu nuk kanë qenë falendërues ndaj Allahut. Ya'rifuna ni'mat Allah, ata i njohin mirësitë që janë prej Allahut, thumma yunkirunaha, pastaj i përbuzin ato, pra janë veshin dhe thonë ne kemi bo me mund, ne kemi bo me ndjerës, pra nuk thonë që kjo është mirësi prej Allahut. Wa aktharuhumul kafirun, dhe shumica pra janë mohues. Një nga bindjet e gjahiljetit e ignorancës së errët është mohimi i ringjalljes. Kështu kanë qenë traditë e babesimtarëve, mushrikëve, që kanë mohuar ringjalljen. Janë betuar se nuk do të ringjallen. Wa ma nahnu bimab'uthin. Kanë thënë ne nuk do të ringjallemi. Mjafton. E mira dhe e keqja, xheneti dhe xhehenami në këtë dunja. Ky është mentalitet dhe bindje e njerëzve para ardhjes së Islamit, pra një pjesë e gjahiljetit. Njerëz me vetdije të dobët, me mentalitet të ulët, mendon se çdo gjë përfundon këtë dunja. Prandaj dhe kanë thënë in hadha illa asatirul awwalin. Pra këto janë tregime boshe të kot, e kanë mohuar ringjalljen. Andaj besimi i drejtë Islam është që njeriu të largohet nga këto ide të ignorancës. Nga veprat dhe qëndrimet e ignorancës që duhet braktisemi është pasimi i verbër. Nuk e kanë për argument Kur'anin dhe Sunetin, fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, por kur ti i thret disa njerëz me argumente të qarta, ata përgjigjen në rrugën e ignorancës dhe thonë wa idha qila lahum ittabi'u, kur ju është thënë atyre mushrikëve pasoni atë që është zbritur nga Allahu, ma anzal Allah, qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'una. Ata kanë thënë, ne ndjekim rrugën e baballarëve tonë. Ne ndjekim rrugën ashtu siç e kemi gjetë gjeneratat e mëhershme. Pra është ignorancë që njeriu ta braktis argumentin dhe të thotë, kështu e kam gjetur unë të kaluarën time. Brezat e mëhershëm. Andaj, ne që i thrasim besimtarët me qëndru në këtë fe, muslimanët, nuk është çështja që Islami është 500 vite. Sepse ka shumë bidate që ju kanë vesh kësaj feje dhe me shekuj janë të ngulitura tek ne, që njerëz mendojnë që janë ibadet dhe Islam, por ne them duhet i braktisim ato. Prandaj, edhe pse Islami është me shekuj, ne nuk e praktikojmë se është me shekuj në vendin tonë, por ne e praktikojmë se Islami është feja e vërtet. Është feja që na jap mirësinë në dunja dhe në ahiret. Është rruga e shpëtimit. Dhe ne jemi falendrues ndaj Allahut që na ka mundsuar Allahu në këtë pjesë të botës, që jemi të rrethuar gjithandej me njerëz që kanë luftuar këtë fe dhe ende sot kjo fe pra është gjallë mbi këto troje. Një nga veprat e ignorancës, e xahiletit është durimi mirë në sprova të mëdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, lejse minna men latama al-khudud wa shaqqa al-juyub. Nuk është prej nesh ai i cili kur e godet ndonjë fatkeqësi një sprovë e madhe, latama al-khudud, pra e godet fytyrën e tij, wa shaqqa al-juyub, i gërvish pra i shkyn teshat e tij, wa da'a bi da'wa al-jahiliya, edhe thret, vajton, pra nxjerr shprehje të gjahiljetit, të ignorancës. Pra qëndrimi muslimanit është shkelqen
pra duke qëndruar i fort, nuk thot fjalë posa asaj që Allah është i kënaqur, është i paluhatshëm me kaderën e Allahut dhe nuk bën veprime të atyre që janë ehlul jahiliya, rrugën e jahiletit. Një nga veprat e ignorancës është mburrja me përjardhje dhe nënçmimi i dikujt se nga ku vjen, çfarë race, çfarë ngjyre, çfarë familje. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, arba'un fi ummati min amri al-jahiliya. 4 janë veprat e ignorancës, jahilietit. Al-fakhru fil ahsab, me umbur se pe kujt vjen. Pra me thënë familja ime është filan familja. Wa ta'nu fil ansab, tjetrit i thu ti vjen prej filan familje. Wal istisqa'u bin nujum, pra me u bazu në yje se kur do bje shi. Wan niyahatu 'ala al-mayyit, dhe me vajtu të vdekur. Këto janë veprat e xahiletit. Po ashtu pjesë e xahilietit e ignorancës që duhet ta braktisim është nënçmimi i njerëzve. Një person kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam ju drejtua një sahabiu dhe i tha se nëna jote është e zezë, dhe u ankua te pejgamberi alayhis salatu wassalam. Transmeton Buhari dhe Muslim, i dërguari sallallahu alaihi wasallam i tha këtij besimtari që bëri këtë gabim, innaka mru'un fika jahiliya. Ka mbetur, ka trashëguar një pjesë e xahiletit. Pra të ka mbet një njollë e ignorancës. Pra në asnjë mënyrë nuk duhet nënçmohet robi dhe të përshkruhet këtë mënyrë ignoruese. Të dashur besimtar, po ashtu pjesë e xahiletit është me umbur, me arrogancë, me fisin tënd, apo në rrugën e gabuar. Kjo ka ndodhur kur mushriket e ndaluan pejgamberin alayhis salatu wassalam në marrëveshjen e Hudejbijës, që u bë marrëveshje e madhe dhe fuqishme dhe rëndësishme, dhe nuk e lanë me hi në Medinë, në Mekka. Ata nga arroganca që kishin, pra për me ngrit namin dhe autoritetin e mushrikëve, që të mos për ulet fjala e tyre, Allahu e përshkruan dhe thot, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyya, pra kur zemrat atyre mushrikëve ishte ajo farloj arroganca në nënçmimin ndaj Muhamedit alayhis salatu wassalam dhe sahabeve, hamiyet el jahiliye, pra këto veprim të ignorancës, pra xahilet. Po ashtu edhe në një prej betejave kur sahabët fillun duke çurtu njëri tjetrin dhe duke i thënë se ana ja lil muhajirin wa ja lil ansar, disa thanë o muhajirin, disa thanë emi ansarët. Pra 2 terma, më të vërtet termat më të bukur, me përshkrimet më të rëndësishme, muhajirët që kanë braktisë Mekën dhe kanë Medinë për Allahun, që Allahu i ka lavdruar muhajirin dhe ata thanë emi ansar, mi bo për të mbyllur çdo rrugë të ignorancës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, abi da'wa al-jahiliya, a me thirrjen e jahiljetit, wa ana baina adhhurikum, kur unë jam në mesin e juaj. Pra me shërnjos çdo lloj ignorance, çdo lloj vepre të atyre njerëzve që kanë qenë në errësirë. Andaj lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që të na kultivojë, që të na jap edukat dhe edukim të mirë në praktikimin e fjalëve të Allahut dhe haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وسوء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. Falenderoj Allahun e lartësuar, salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhis salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Të dashur besimtar, veprat e ignorancës ka po ashtu të shumta që ende qëndrojnë mesin tonë. Prej ignorancës është tregtit të ndryshme, të llojeve të ndryshme, fitimi i pasurisë, siç është duke mashtruar njëri tjetrin,
populli Shoaibit Allahu ka zbrit ajete se si kanë qenë popull ignorancë, kanë mashtruar, ju kanë paksuar në pasuri kur kanë shitur, po ashtu kanë fituar pasurin me bigjoz, dhe ajo çka ka qenë me ashpra dhe mëkate më të mëdha është kamata. Kamata është vepër e xahiljetit. Andaj Islami i thret njerëzit dhe inkurajon tregti dhe ndalon çdo lloj kamate. Pjesë e xahiljetit është injorimi i femrës. Femra në xahiljet ka qenë e nënçmuar dhe përbuzur. Te krishterët gjatë ciklit ata vepronin çdo gjë. Pra nuk e dallonin se është me cikel apo pa cikel. Ndërsa te jahudit as edhe nuk ushqehet femra e cila është gjatë ciklit mujor. Derisa ka ardhur Islami që vetëm përveç kontaktit çdo gjë është e lejuar dhe duhet respektohet. Në kohën e xahiletit femra kur dikujt i ka lind një vajzë ju kanë zi fytyra. Pra është pikëlluar sepse nuk ka pasur udhëzim islam. Me ardhen e Islamit Allahu ka urdhëruar që ajo të mbulohet trupi i saj. Prandaj është edukati islame, mbulimi i trupit të saj. Hijabi është vepër madhështore dhe mbulon trupin e saj, por i jap identitet dhe i jap edukat asaj. Nuk është përbuzje dhe nënçmim për femrën mbulesa. Përkundrazi, zhveshja, lakurisia është pjesë e xahiletit që kanë pas mushrikët. Një nga veprat e xahiletit është që dikush është emërtuar në emër të dikujt. Pra, kjo ka qenë traditë e gabuar në vendin tonë. Por dikush ja ka fal dikujt evladin dhe ai evlad është emërtuar në emrin e dikujt tjetër. Këtë e ka çortuar ashpër pejgamberi alayhis salatu wassalam, sepse kishte rritur një djalosh që kishte emrin Zeid, dhe të gjithë i thonin Zeid ibn Muhammed, derisa zbriti ajeti kuranor ku ndalon një gjë të tillë. Pra, më nuk lejohej të emërtohet Zeid ibn Muhammed, edhe pse kishte rritur. Pra, emërtimi i dikujt në mënyrë të gabuar nuk lejohet në Islam. Pra, çdo kush duhet të emërtohet në emrin e prindit të vet. Po ashtu, pjesë e xahiljetit është kur ngritet ndaj pushtetarëve musliman, ndaj udhëheqësave, puçet. Pra, gjitha këto janë vepra të xahiljetit, sepse mushrikët kanë qenë ndarë, nuk kanë pas një udhëheq që i ka menaxhuar, që i ka arritur të mirat të dunjas së bashku, po kanë qenë ndarë, çdo fisë ka pas udhëheqin e vet. Prandaj ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, "Men kharaja ala sultani shibran", ai i cili ngritet apo e hek dorën e besatimit ndaj udhëheqësit e vet shibran, një pllom, ma të mitet në gjahilije, ka vdek me një vdekje të ignorancës, apo men qatele tahte rajetin amije, edhe ai cili lufton pas dikuj që nuk ka flamur të qartë, ai kutile kitleten dhe kitletun gjahilije, ai ka vdek me një vdekje të ignorancës. Prandaj, ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, abghadu an-nasi ila Allah, njeriu me urryer të Allahu është mubtaghin fil islami sunnet el jahiliya, ai i cili përhap mesin e muslimanëve, mesin e islamit dhe janë vesh vepra të xahiletit. Andaj lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që të na largojnë nga çdo fjalë, nga çdo vepër, nga çdo bindje që është traditë e ignorancës dhe të na pajis me gjitha mirësitë që na ka begatuar Allahu subhanahu wa taala me këtë fetë përsosur dhe të përkryer. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Warda Allahumma an arbatil khulafa a'immatil hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iril sahabati ajma'in.